Operacioni policor i koduar Koordinata kapi në flagrancë dhe arrestoi 59 vjeçarin në Roskovec, duke u kujdesur për bimët narkotike që kishte kultivuar në afërsi të përrojit të fshatit ku banonte. Gjithashtu asgjësuan nëpërmjet djegjes bimët narkotike. Në kuadër të planit operacional Koordinata, si rezultati kontrollave sistematike dhe atyre të bazuar tek informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier goditën një tjetër rast të veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike. Për rastin u vu në pranga shtetasi FR, 59 vjeç, banues në fshatin Vlosh. Ai u kap në flagrancë duke u kujdesur për 22 bimët e dyshuara narkotike kanabis sativa, që kishte kultivuar në afërsi të përrojit të fshatit ku banonte. Kontrollet në kuadër të planit operacional Koordinata vijojnë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme.